Sigurisht që të gjithë ne deri në momentin që atakon smundja dhe cënohet shëndeti ju, ne mendojmë për gjëra tjera. Po shëndetësia është prioriteti ynë edhe prioriteti imi. Ka qenë prioriteti imi edhe në 5 mandatet e mia si deputet për të ngritur problematikat që i ka sektori i shëndetësisë. Do të vazhdoj të jetë shëndetësia prioriteti im dhe jam i bindur shumë që me Bedrauzën kryeministër dhe me Partinë Demokratike Fituese do të implementohen sigurimet shëndetësore. Ligji për sigurimet shëndetësore ka qenë i miratuar në vitin 2014, por nuk ka pas menaxher që i ka implementuar ato dhe jam i bindur shumë që me mua dhe me Partinë Demokratike dhe Bedrauzën kryeministër do të kemi implementimin e sigurimeve shëndetësore brenda 2 viteve. Qytetarët më njohin, kam pa punën time në kuvend, nuk po garoj për herë të parë, pra është një përvojë ime, një angazhim im në kuvend dhe mund të them lirisht se në këtë legislaturën e fundit më shumë i ka munguar në kuvendi se sa që më ka munguar kuvendi mua. Dhe do të vazhdoj të jem aktiv edhe në çështje të tjera. Unë besoj që është e domosdoshme reforma pensionale, e cila duhet të jetë konform kërkesave dhe zhvillimit ekonomik në Kosovë, duke qenë se kam qenë iniciator i ndryshimit ligjit për trustin, do të jetë një nga angazhimet e mia që trusti të reformohet, që 30% e atyre mjeteve të rimbursohen qytetarë, ndërsa mjetet tjera të ngrumpullohen në fondin pensional, i cili do të jetë gjithëpërfshirës dhe jo diskriminues siç ka qenë deri më tani, mirë po të rregullohet sipas kategorive dhe të ardhrave tyre të cilat ata i kanë gjeneruar. Dhe në veçanti këtu do të ketë një kujdes të veçantë për pensionet e kategorive të luftës, për familjet e dëshmorëve, invalidët dhe veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ata të jenë kategori e veçantë e respektuar në kuadër të reformës pensionale. Unë e thash edhe më herët që shëndetësia është prioriteti im, ka qenë edhe gjatë këtyre viteve, por besoj që qytetarët i njohin të gjitha ato kritikat edhe skandalet të cilat i kanë vënë në sektorin e shëndetësisë. E para pse duhet të votohet Partia Demokratike e Kosovës është për me ndalë regresin e Kosovës, për me ndalë krizën ekonomike, sociale, institucionale edhe politike që ka rëndu jetën e qytetarëve në Republikën e Kosovës, për me ndalë degradimin e shtetit, i cili po cënohet nga këtë qeverisja e Kurtit, për me ndalë përpjekjen me e zhbash shtetin e Kosovës, me e dobësu demokracinë edhe përpjekjen për me vendos monizmin edhe diktaturën të instaluar nga Albin Kurti dhe Dejona Mihali. Kjo është prioritet për çdo qytetar sot, sepse kur qytetarët angazhohen, ndryshimi është i mundshëm dhe ne besojmë se ky ndryshim për Kosovën do të jetë i mundshëm me Partinë Demokratike me numrin 125. Unë jam pjesë e listës Partisë Demokratike me numrin e njëjtë 109, jam i njëjti, do të jem i angazhuar në mbrojtjen të interesit të qytetarëve për të shërbyer atyre ashtu që kam shërbyer gjatë 5 mandateve të mia, për të qenë aktiv në kuvendin e Kosovës, për të ngritur problemet e tyre.